Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin në këto orë të para të mëngjesit për të nisur këtë ditë të shtunë. Sot dua që të komentoj një shkrim që ka ndodhur në rrjetin social Instagram. Tani, ky shkrimi është thik me dy presa. Kam patur shumë mesazhe për këtë shkrim, kam patur shumë që më kanë shkruajtur: "Tiron, si e lexon komentin që ka bërë motra e Mateos, çfarë ka dashur të thotë ajo, si qëndron raporti mes Mateos dhe Brikenës, a ka diçka që ne nuk e dim?" Sepse normalisht krijon edhe pikpyetje kjo humbja e Brikenës që nuk është fare aktive nëpër rrjetet sociale dhe publiku fillon menjëherë dhe hamentson. Tani, Casey Bori, fatmirësisht, unë do të them, është bërë personazh publik tashmë, nga mbështetja që pati për Mateon, nga suporti që bëri për Mateon, ka qenë motra më aktive që unë kam parë ndonjëherë ndaj vllaut të saj. Dhe normalisht, publiku ka krijuar një lloj pëlqyeshmërie për të, ka krijuar dhe ajo fansat e saj dhe ndjekin çdo hapjen e saj, domethënë çdo postim që bën, ato e ndjekin. Ajo ka nxjerrë në Instagram këtë fotografinë, domethënë këtë shkrimin që unë tani do ta shfaq për ju dhe gjatë kohës që unë e shfaq për ju, unë edhe do ta lexoj. Tani Casey thot kështu: "Keq të shkosh mirë me kunatën, e keq të mos shkosh." Në fakt e ka hapur këtë shkrimin me një fjalë popullore. Janë këto fjale që ne i dëgjojmë çdo ditë nëpër shoqëritë tona, marrëdhëniet mes kunatave, kunatat janë si kunata, nuk kemi kudita, por kemi kunata. Domethënë janë këto fjalët popullore që gratë i përdorin më së shumti në kafe dhe nëpër çaj. Por çfarë ka dashur të thotë me këtë fjalë popullore Casey? Mos u shqetësoni shumë për marrëdhënien me vllain edhe kunatën time. Do me thënë, e shkruajtur time me shkronja të mëdha e personalizon gjën, që kjo nuk kupton është privatësi, është pjesa e jon. Unë me vllaun dhe me kunatën i kam raportet shumë në rregull, sepse po të mos kishte raporte në rregull Casey, po të mos kishte marrëdhënie të mirë mes Mateos edhe Brikenës, nuk do të merrte guximin që ta shkruante këtë shkrimin. Por zakonisht shkrimet e këtilla, për të mbyllur një thashëthem që është i përhapur nëpër rrjete sociale, apo qoftë edhe një thashëthem që është i përhapur nëpër njerëz të ndryshëm që mund ta bëjnë edhe fansat e ish banorëve të tjerë që në fakt këtë gjë e shohin si një goditje kundër drejt Caseyt, Casey mundohej që t'i mbyll pikërisht me këtë shkrimin, duke e cituar me shkronja të mëdha, apo duke shkruar fjalën me shkronja të mëdha time, në kupton që, do me thënë, është gjithçka okay dhe e mbyllim këtu, është pjesë e jona, është privatësia jon. Ne kemi raport shumë të mirë dhe jemi në rregull. Do me thënë, unë këtë lexoj në këtë shkrim, do me thënë, është e shkruar pak me ironi. Do me thënë, Casey ironizon ndjekësit edhe fansat të cilët kanë pretendime të këtilla, apo ato armiq të virtual që mundohen ta godasin Mateon dhe Brikenën. Më pas, Casey vazhdon: "Dhe ndoshta shihemi në Big Brother vitin tjetër, pse jo, rëndësi ka që në Shizon Top s'do më shihni kurrë." Do me thënë, thashë e themet, fjalët lart edhe poshtë, kanë gjuajtur Casey që mund të jetë një vajzë e cila, do me thënë, synon për të hyrë në Shizon Top. Në një emision modelesh ku vajza të ndryshme, do me thënë, realizojnë atë, ndër që nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse Shizon Top i ka patur vajza të mrekullueshme, vajza që në fakt kanë bërë më pas edhe rrugtim të bukur mediatik. Por Casey e la të nënkuptueshme që, do me thënë, në Big Brother VIP Albania 6, siç duket, Mateo i paska luajtur gurët dhe i paska bërë një vend të rëndësishëm motrës së tij për të qenë ajo pjesë e këtij rrugtimi. Në fakt do të ishte interesante sepse Casey është një karakter shumë bombastik dhe mendoj që do të bënte një punë jashtëzakonisht të bukur brenda asaj shtëpie, ndoshta do të ishte shndruar në një fenomen. Shpresoj
Mësoj thot të rregulloni marrëdhëniet me familjarët tuaj se situata ka filluar të duket shqetësuese për ju. Do me thënë, Casey vazhdon me goditje, vazhdon të godet ato ndjekës të cilët mundohen që ta godasin Casey-n. Ju puç dhe ndoshta shihemi shumë shpejt me plane të bukura. Sa për delirin e famës, ju a kam falur ju. Kisses, i puthen, përfshirë këtu me një foto të Mateos që e ka bërë do me thënë një zemër. E shoh që Casey ka qenë pak e inatosur, por nuk është një inat shumë i madh nga kjo që unë po e lexoj. Do me thënë është thjesht një shkrim bazuar në një ignorancë kundër drejt tyre, në një ignorim dhe mendoj që me këtë statusin ajo ka mbyllur shumë thashe theme që siç duket i vinë nga njerëzit të cilët ja kanë inatin Caseyt, Mateos edhe Brikenës. Do me thënë nga këto armiqtë, siç i quajta në fillim unë këto armiqtë virtual. A do t'jetë Casey vitin e ardhshëm në Big Brother? Unë do kisha dashur që ta shoh sepse mendoj që Mateo ka lënë një energji të mirë brenda asaj shtëpie. Mateo ka lanë një dritë të bukur tek publiku shqiptar dhe mendoj unë që do t'ishte ideale që dhe Casey të ishte pjesë e një rrugtimi të tillë. Por, do me thënë, Casey pas ka synime të larta, synon për emisione më të forta se sa një Shizon Top. Se me kë mund ta ketë Casey këtë luftën, unë nuk e di, por që do me thënë, kanë filluar tashmë urrejtjet inatet edhe më shumë, sepse çifti ka marrëdhënie të mirë, çifti kalon bukur, kjo as që diskutohet dhe as që vehet në diskutim. Casey po e shijon famën që e arriti, duke që është një motër e përkushtuar jashtëzakonisht shumë tek vllau i saj. Më pëlqen që kanë këtë raportin, më pëlqen që kanë këtë dashurinë mes njëri tjetrit, se fatkeqësisht domethënë jetojmë në këto ditët e shëmtuara ku vëllezërit, motrat kanë krijuar një lloj armiqësie të pabazë, një lloj armiqësie të pashpjegueshme dhe siç duket në familjen Bori, dashuria është mbi gjithçka, domethënë dashuria është pika kryesore ku familjarët jetojnë të lumtur, kënaqin njëri tjetrin dhe japin energji dhe pozitivitet të mirë. A do t'jetë Casey pjesë e Big Brother VIP Albania 6? Mendoj derisa e ka thënë në gjithë këtë audiencë dhe derisa e ka prek me dorë këtë gjën, i bie që ujërat po lëvizin dhe siç duket Sara dhe Ledioni pas kanë nisur që të bëjnë gati skenaret, të bëjnë gati banorët, të cilët do t'jenë pjesë e formatit tjetër, një format që siç duket pritet të jetë edhe më i nxehtë, edhe më i fortë se sa formati që sapo kaluam. Mos harrojmë që ditët kalojnë shumë shpejt dhe një dhuratë e bukur mund t'na vijë. Tani si përfundim, marrëdhënia mes Caseyt edhe Brikenës vazhdon të jetë shumë e bukur. Unë kontrollova dhe Instagramet e tyre, ato të dyja ndiqeshin nëpër Instagrame, por do të vi ndoshta momenti që Brikena dhe Casey të na shokojnë me një fotografi të dyja së bashku. Unë ju përshëndes dhe vazhdoni të na ndiqni me subscribe.